Rozhaja, qyteti pikturesk me smaleve, ku tradita dhe bashkjetesa kanë rënë të thella. Për dekada, në këtë rrugë është dëgjuar kënga shqipe, shoqëruar me motivet e valëve folklorike, duke mos harruar rrënjët e gjuhës amtare. Sot, në këtë qytet, një grup të rinj po jep jetë një ëndre të vjetër, formimin e një shoqate kulturore artistike me valë folklorike në gjuhën shqipe. Në nullheqjen e organizatorit dhe koreografit profesional, ata mësojnë hapat e vallëve të ndryshme, nga ato të Kosovës, Malësisë e deri te vallet tradicionale të Shqipërisë. Kjo nismë ka për qëllim jo vetëm argëtimin dhe zhvillimin fizik të rinjve, por mbi të gjitha forcimin e ndjenjës së përkatësisë kombëtare dhe ruajtjen e identitetit kulturor shqiptar. Në një vend ku shqiptarët përbëjnë pakicë, këto valë bëhen më shumë se thjesht kërcime, ato janë një gjuhë e shpirtit, një mënyrë për të mbajtur gjallë rrënjët, traditat dhe krenarin e brezave që rriten në këtë vend. Prindërit shprehen të gatshëm të regjistrojnë fëmijët e tyre në kursin e vallëve folklorike, ku përmes muzikës kanë mundësi të mësojnë kulturën dhe artin tradicional. Në fund të çdo ore, buzëqeshjet, duartrokitjet dhe gëzimit të rinjve tregojnë se arti dhe kultura janë ura që lidhin zemrat brez pas brezi. Për të folur më shumë rreth këtij projekti, ne intervistuam organizatorin e kësaj nisme, Zotin Haxhi Lajçi, i cili thekson se aktualisht ky kurs është në procesin e formimit të një shoqate artistike shqiptare në Rozhaj. Para tash 3 vjet kemi filluar me kursin e gjuhës dhe kulturës shqipe këtu në Rozhaj, me fëmijë dhe të rritur të kësaj treve, të cilat baballarët e tyre dikur flisnin shqip. Prandaj vetë nxënësit disa herë kërkonin që pas mësimit, kursit gjuhë shqipe, të fillojnë të provojnë me valët shqipe. Prandaj, për atë arsye dhe filluam. Kërkesa ishte nga prindërit dhe nga nxënësit. Sa antar aktualisht ka këtu dhe cilat grup mosha janë? Aktualisht kemi 42 antar dhe grup moshat janë pejma të vegjëlit klasës parë, deri te shkolla e mesme dhe ka disa edhe që tashmë vetë kanë filluar të shkojnë në fakultet, por të gjitha grup moshave. A keni një orar të caktuar se si zhvilloni këto ushtrime? Po, orari është çdo të shtunë nga ora 10 deri në ora 1. Çfarë koncertesh planifikoni që të ushtroni, që të merrni pjesë gjatë? Vetëm është fillimi. Kemi filluar vitin e kaluar në shkurt, me 21 shkurt, për herë të parë kemi filluar të punojmë me ta, ishin një numër i vogël, pastaj erdhën duke u rrit numri i tyre dhe me një herë në pranverë, kur kemi parë se kanë arrit sukses bashkë me
e koreografin të cilin kemi bashkëpunim jashtëzakonisht madh, kemi marrë pjesë në Klin, në një koncert ku kanë pas edhe ansamble tjerë nga gjithë Kosova. Pastaj, për herë dytë, vajzat, sidomos vajzat, kanë marrë pjesë në Plavë, në fshatin Hot. Kanë performuar me një valle të shkëlqyeshme. 2 vajzat që kanë qenë të shkëlqyeshme të veshura me veshë kombëtare dhe kanë qenë mjaft me sukses. Prandaj, ne mendojmë që të bashkëpunojmë edhe me shoqata, edhe me organizata tjera, por fillimisht ende sa kemi filluar me ecë. Po përsa i përket komunitetit lokal, si ka reaguar në lidhje me këtë nismë? Jashtëzakonisht mirë. Komuniteti lokal, edhe pse një pjesë e tyre nuk flasin shqip, një pjesë e madhe e tyre nuk flasin shqip, kryesisht janë këtu nga Rozhaja, se për fat të keq, nga 6 fshatra shqiptare, këtu kemi vetëm 2 antare të folklorit, e ato janë nga Dacajt, sepse fshati Husaj, fshati Boxhov, Bukel, Peshkaj, e fshatra tjera shqiptare, për fat të keq gjatë gjithë dimnit shprëngulën prej këtu, disa shkojnë në Kosovë dhe tash ma nuk janë këtu. Prandaj kemi 2 vajza nga Dacajt dhe 2 vajza nga fshati Plunca që janë shqiptare, ndërsa ata tjerë janë me prejare shqiptare, por prindët e tyre me dëshirë të madhe, e sidomos vajzat kanë dëshirë që të vazhdojnë me vallet folklorike shqipe. A keni bashkëpunime me shoqata tjera artistike kulturore, si këtu por edhe jashtë këtij vendi? Po, në vitin e kaluar, me rastin e 28 nëntorit, ditës flamurit, këtu bashkë me këtë grup, sepse ende s'mund të quajmë ansambël, me këtë grup dhe me grupin e kursistëve, kanë marrë pjesë shoqata e valleve Maja Karalfin nga Plava, nga Ulqini dhe shoqata kulturartistike nga Deçani, të cilët kanë performuar dhe kanë qenë të shkëlqyeshme. Dhe këta për afër e kanë pa dhe me të pam të këtyre 3 shoqatave, me të biseduar, pastaj kanë shprehur dëshirën dhe që atëherë ne kemi filluar dhe nga dëshira që e kanë pas se çka është valle shqipe, në zemër e kanë. Sinqerisht, gjatë performancës që kishin atëra këto 3 shoqata, këta mendzi kanë pritë që sa më parë të fillojmë me punë dhe me këtë po shihni tash po punohet jashtëzakonisht mirë. Atëherë, cilat janë vështirësitë që keni hasur ju gjatë organizimit të këtij grupi folklorik? Vështirësitë janë të bollshme, për arsye se kryesisht ka vajza. Për fat keq, mashkujt fillojnë dhe pastaj e lëshojnë ushtrimet, ndërsa vajza ka mjaft. Por kemi probleme edhe pak me ardhjen e tyre, sepse këtu zgjat është një dimër jashtëzakonisht i gjatë, pasi që kjo ditë është një ditë pushimi, është e shtunë, gjithashtu kjo sallë është e ftoftë, por kryesisht këtu drejtori i kësaj shkolle, Esko Sutovic, na ka liruar sallën dhe janë kushtet jashtëzakonisht mira. Sinqerisht janë të mira. Por, duhet falenderoj këtu dhe koreografin i cili është strikt vjen nga Deçani, por koreografin edhe vallet, edhe gjitha këto aktivitete, ne kur s'kishim pas mundësi të bëjmë pa përkrahjen e dikujt. E përkrahjen e kemi nga shoqata, nga Fondacioni Humanitar Trujet Tona nga Shtetet e Bashkuara, të cilët tash e 4-ta vjet po përcjellin këtu në Rozhaj kursin e gjuhës shqipe, tash këto ushtrime dhe themin ma mërmenja do të themelojmë edhe ansamblin shumë shpejt, po të shofim njerës si po shkon punë. Po përsa i përket komunës së Rozhajës, a keni mbështetje në këtë zhvillim të organizimit? Përbes vjen keq, por nga komuna nuk kemi mbështetje, shumë pak. Atëherë, si e shihni ju rolin e të rinjve në ruajtjen e traditës dhe trashëgimisë kulturore nëpërmjet valleve folklorike? Ardhmëria ose treni i fundit ishte ai që duhet të zehej nga ana jonë, sepse për fat keq këtu një pjesë e madhe e popullatës që dikur flitnin shqip kanë harruar gjuhën dhe flasin gjuhën bosnjake. Por shpirtin, e mendjen, e dëshirën e kanë të vallëzojnë shqip, të flasin shqip edhe të vazhdojnë ata që kanë qenë të parë të tyre. Prandaj për atë arsye edhe po punojmë ata të provojmë edhe me siguri kemi me pas sukses.
Gjithashtu, ne intervistuam dhe koreografin nga Deçani, Gen Stetaj, i cili po udhëheq kursin me përkushtim dhe profesionalizëm. Ai u shpreh se synimi është që përmes vadhëve, fëmijët jo vetëm të mësojnë artin e kërcimit, por edhe të njohin historinë dhe shpirtin e popullit shqiptar. Po, faleminderit, unë jam Gen Stetaj, jam vit nga Deçani, jam drejtori i ansamblit Deçani në Deçan. Është një ansambl i ri që po punojmë dhe është një prej ansambleve më të mira në trojë shqiptare për momentin. Çfarë ju motivoi që të vini këtu dhe të formoni këtë grupë vadhësh folklorike në gjuhën shqipe? Me të thënë drejtën, nuk i kam njoftë edhe Haxhin edhe këtë komunitetin kënena, mirë po në kontributi kësaj komune, Rëzhajës, Malëcisë Rëzhajës në luftën e fundit në Kosovë, ka qenë ajo që më ka shty pa me dyshje që ta pranoj ftesën që të vitë punoj me këtë komunitet këto, që në një farë formë me Kosova dhe sidomos Rrafshi Dugaxhinit i ka një borxh të madh këtij komuniteti. Në çfarë repertori po punoni me grupin? Vallet tradicionale, vallet e zonës të Kosovës apo kombinime të reja? Ne kemi filluar që të punojmë me këtë grup që nga shkurti i këtij vitit. Gjatë kohës së verës kemi pauzuar për shkak të pushimeve edhe të fëmijëve. Po punojmë me vallet ndryshme. Për momentin kemi përgatitur një koreografi që është me motive të ndryshme, ka motive të kryesisht Kosovës, nga regioni i Rrugovës, nga regioni i Hasit, është një pjesë e Shocës, një pjesë e vallës Drenicës, domethënë është një kombinim, një vallë që mund ka jep motiv shtesë që të punoj hala ma shumë me këta të ri, sepse kanë pranu me kënaqësi edhe për shifet që e dojnë, për shifet që kanë gjenje hala atë shqiptarizmin në gjakin e tyre. Pavarësisht që për mua është një sfidë e madhe, sepse komunikimi pak po është i vështirësuar, sepse pothuajse që të gjithë e flasin gjuhën malazeze, unë fatkeqësisht nuk e flas shumë mirë, e kuptoj mirë, por nuk e flas mirë, po megjithatë po ja dalim, pavarësisht këtij problemit vogël, po ja dalim se me arrit një farë lloj komunikimi edhe me bart atë përvojën time te këta vallëtar. Atëherë mund të na thoni dhe sa është rëndësishme për ju ruajtja e origjinalitetit të këtyre vallëve tradicionale? Origjinalitetit të vallës i kam kushtuar rëndësi edhe në ansamblin atje ku punoj dhe udhëheqja atë ansambël, edhe duhet patjetër që ta ruajmë dhe ta kultivojmë vallën tonë, sepse është ajo që na bën të dallohem si popull në botë dhe është lidhëse mes gjeneratave vjetra dhe të reja, ne duhet patjetër që të punojmë edhe gjithandej, edhe jo vetëm në Rëzhajë, po edhe në Deçan, edhe gjithku nëpër Kosovë, që ta ruajmë traditën qoftë të vallës, qoftë të kulturës, qoftë të ritëve tona, sepse thash edhe një herë është ajo që na bën të identifikohemi dhe nuk guxojmë që të rinjtë tanë t'i shpusim nga tradita, nga kultura jone e lashtë. Atëherë po me të rinë, si punoni? A ju kushtoni atat pra të cilët nuk kanë shumë eksperiencë në valle? A punoni më gjatë me ta, apo me të njëjtën ritëm si edhe me të tjerët? Unë kam marrë një ansambël pothuajse të njëjtë, sikur këtu që është në Rëzhajë, dhe kam marrë prej zerës, si me thonë. Edhe çdo hap ka qenë një fillim i ri, nuk kam pas vallëtar me përvojë, mirë po e kom pa një entuziazëm të ta, një dashni për vallën, edhe kjo më ka motivu hala ma shumë, pavarësisht lodhjes, është shumë e zërshme që të krijosh një ansambël për i fillimit dhe të punojsh me ta, mirë po dashnia për vallën më ka motivu, nuk kam pritu edhe sot jemi ku jemi me ansamblit Deçanit, është një për ansamblet më të mira në trojët shqiptare. Atëherë dhe nëse mund të cekni, cili është momenti më i bukur gjatë provave me fëmijët, pra që juve ju motivon më shumë t'i bëni këto prova me ta? Ka momente shumë të mira, ka momente relaksuese, mirë po arritja qëllimit edhe arritja e asaj që ta bënsh një vallëtar dhe që ta kap atë hapin cilën ti jetë duke punuar pavarësisht vështirësive që janë, është një relaksim, është një qetësim, është një motivim edhe të jap shpresë se duhet me punu hala ma shumë me ta. Kjo është për momente më të mira gjatë kohës së ushtrimit. Mirë po ka edhe momente tjera, për shembull fitimet e çmimeve në festivalet ndryshme janë jashtëzakonisht momente
të gëzueshme, janë momentet mira, e sidomos kur arrit me përpasu Kosovën për shtete tjera, kjo është diçka që nuk përsëritet të çdo kush. A planifikoni që të përgatisni edhe ndonjë koreografi moderne të ndërthurur me traditën? Po besoj që po, na jemi veç në fillim të punës dhe sigurisht që po, kemi me punu edhe valle koreografike tjera, s'do të ndalem, unë e shoh ma shumë se sa valle këtë punë që po bëhet këtu, unë e përgëzoj edhe zotëria Haxhi Lajçi për këtë iniciativë dhe gjithë komunitetin dhe shoqata që ndihmojnë dhe janë prapa tinaj, sepse po bëhet ma shumë se sa art, po bëhet ma shumë se sa kurs, sepse origjina e këtyre trive është shumë e afërm, dhe me thonë veç që e flasin një gjuhë malazeze, sepse pothuajse të gjithë janë me prjarë shqiptare dhe unë mendoj që edhe Kosova dhe Shqipëria duhet t'i kthej sytë dhe vëmendjen ka ky komunitet të punohet dhe të përkrahet hala më shumë. Kjo shoqat pritet të jetë një hap i rëndësishëm për zhvillimin e jetës artistike nëpërmjet valëve folklorike, që sjellin me dashuri dhe përkushtim të rinjt e këtij vendi.
Në çdo hap dhe tingull muzikor, dëgjohet zemra e të apasionuarve pas vadheve, të cilat ndërthuren aq bukur me motivet e këngës shqiptare.